në një restorant luksoz në zemër të qytetit. Drita e kristalt reflektonte mbi tavolinat e veshura me të bardha pëlhura, dhe një muzikë e lehtë jazz mbushte ajrin me një qetësi që fshehte tensionin. Një burr i gjatë, me një kostum të zi të përsosur dhe sy të ftohtë, hyri në ambient. Ishte ai, mafiozi i njohur që qyteti e përmendte vetëm me frikë. Ai ecën drejt tavolinës pandritares, aty ku shpresonte të rinte larg syve të njohurve, por jo aq larg sa të mos tërhiqte vëmendjen. Kamarierja, një vajzë re me sy të zgjuar dhe një buzëqeshje që mund të fuste ndjenjën e ngrohtësisë në çdo ambient, ju afrua tavolinës me menun në dorë. Ajo nuk e dinte ende se kjo do të ishte një ndërmarrje që do ta provonte në limite durimin dhe guximin e saj. Më sill një kafe të zezë, pa sheqer dhe letër, një letër të vogël, tha ai, me një zë të qetë, por që mbante diçka të rrezikshme në thellësinë e tij. Kamarierja e ngriti një vetull, por nuk foli. Diçka në mënyrën si ai shikonte tavolinën dhe mënyra si përplas krahët mbi sipërfaqen e bardhë e bëri të ndiej e përfshirë në një lojë që ajo nuk e kishte zgjedhur. Ai nxori nga xhepi i brendshëm një letër të vogël, të palosur me kujdes, dhe e vendosi mbi tavolinë. Lexo këtë dhe do të kuptosh shumë, tha. Zëri i tij kishte një autoritet të qetë që nuk pranoi kundërshtim. Kamarierja e mori letrën me dorë të dridhur, duke ndjer peshën e diçkaje më të madhe se ajo vetë. Kur hapet letra, fjalë të shkurtra, por të fuqishme, shfaqen me një dorëshkrim të qartë. Nëse e lexon këtë dhe vepron me mençuri, 100.000 euro janë në lojë. Ajo ngriti syt nga letra dhe shikoi burrin, një njeri që nuk kishte nevojë të përdorte forcën fizike për të friksuar. Çdo fjalë që ai kishte shkruar mbante një kërcënim të fshehur, por edhe një mundësi që shumë do të kishin ndërruar. Për disa sekonda, bota e kamarieres u ngadalsua. Ajo mund të merrte parat, por çfarëdo vendimi që do të merrte do ta përplasnin me ndjenjat e saj dhe moralin. Ndërkohë, syri i tij i ftohtë e monitoronte çdo reagim. Ai e dinte, ky nuk ishte thjesht një provokim. Ishte një test për karakterin e saj. Provokimi fillon. Ai u ul, duke u shtrirë mbi tavolinë, dhe foli me një zë që nuk kërkonte përgjigje, por që donte të krijonte tension. Shumë njerëz do të kishin marrë parat, pa u menduar dy herë. Ti ke një zgjedhje tjetër, tha ai. Në këtë moment, kamerieri tjetër që po kalonte për të pastruar tavolinat ndaloi për një çast, duke ndjer ndryshimin në ajër, diçka po ndodhte që nuk ishte normale. Kamarierja mori frymë thellë dhe e mbajti letrën në dorë. Një pjesë e saj ndjeu rrezikun që vinte nga ky njeri, por një tjetër pjesë e saj ndjeu kuriozitetin që mund ta çonte drejt një sfide të pashembull. Ai nuk po i premtonte vetëm një shpërblim, por po i jepte mundësinë të provonte forcat me të, duke përdorur vetëm mençurinë dhe vendosmërinë e saj. Dritat e restorantit dukeshin më të ndezura. Muzika jazz heshti për disa sekonda në mendjen e saj, dhe tensioni u bë pothuaj i prekshëm. Kjo ishte vetëm fillimi. Provokimi kishte filluar, dhe ajo nuk kishte idenë se si do të përfundonte kjo lojë e rrezikshme. Pas disa minutash heshtje të rënd, mafiozi e shikoi kamarieren me një vështrim që nuk linte vend për gabime. Shiko, kjo është më shumë se një provë. Ky është një test i karakterit tënd, tha ai, duke lëvizur lehtë letrën mbi tavolinë. Ajo e mori dhe lexoi rresht pas rreshti mesazhin e tij të ri. Disa njerëz i shohin parat si fundi i çdo rruge. Ti mund të provosh të shohësh rrugën tjetër. Fjala rruga tjetër e bëri të ndjehej ngatëruar, por edhe e sfiduar. Çfarë nën kuptonte ai? A ishte një test i moralit, apo një lojë për ta provokuar të marrë një vendim që do ta bënte të ndiheshte e fuqishme ose e rrezikuar? Një pjesë e saj ndjeu frikën e një loje ku humbja mund të ishte dhimbshme, por një tjetër pjesë ndjeu eksitim. Ajo nuk kishte përjetuar kurrë një sfidë të tillë. Ndërkohë, klientët e tjerë filluan të vëzhgonin pa e ditur se çfarë po ndodhte. Zëri i mafiozit mbushte ajrin me një qetësi kërcënuese, ndërsa ajo përpiqej të qëndronte e qetë dhe të mos tregonte emocionet e saj të brendshme. Shkëndijat e dyshimit. Ai nxori një tjetër letër nga xhepi dhe e vendosi mbi tavolinë me një lëvizje të ngadaltë. Kjo është për ty. Mos e hap këtu, por lexoje vetëm kur të ndihesh e gatshme, tha ai. Kamarierja e mori me dorë të dridhur dhe ndjeu një fllatë të ftohtë që i përshkoi shpinën. Në letër ishin vetëm disa fjalë. Jo gjithçka është si duket. Shiko përtej dukshmërisë. Fjalët ishin të thjeshta, por tensioni që krijonin ishte i madh. Ajo e dinte që çdo veprim i saj do të vëzhgohej. Çdo zgjidhje që do të merrte mund të kishte pasoja. Një pjesë e saj ndjeu dëshirën për të hapur lojën dhe për të provuar fatin, ndërsa një tjetër pjesë ndjeu nevojën për të qëndruar larg dhe të mbrohej. Ky moment e bëri të kuptonte se kjo nuk ishte thjesht një lojë e parave, ishte një lojë mendore,
një test i durimit dhe vëmendjes së saj. Ai po e provonte për të parë se sa larg mund të shkonte ajo pa thyer rregullat e tij të fshehta. Ndërhyrja e rrezikut. Pak minuta më vonë, ai u ngrit për të shkuar drejt barit për një gotë verë, por nuk largohej nga shikimi i saj. Kjo e bëri kamarieren të ndjehej e nështruar nga prezenca e tij, por edhe e sfiduar. Ajo filloi të lëvizte dorën mbi letra, duke i riorganizuar ato si një lloj strategjie për t'i dhënë mesazhe të kundërta. Ai u kthye dhe foli me një zë të ulët. Çdo zgjedhje ka një çmim, por vetëm disa zgjedhje të japin shpërblim të madh. Ndërsa këto fjalë binin në ajër, ajo kuptoi se sfida nuk ishte thjesht për paratë, por për të kuptuar veten dhe vendimet që merrte në presion. Në këtë moment, një ndjenjë e papar filloi të rritet brenda saj, një kombinim guximi, frike dhe kurreshtjeje. Ajo kuptoi që për të arritur shpërblimin, duhet të marrë rreziqe dhe të kuptoi lojën që mafiozi po luante me të. Kulmi i provokimit. Kamarierja qëndronte mbi letrat e shpërndara, me zemrën që i rrihte fort. Mafiozi u ul përsëri në tavolinën pranë saj dhe tha: "E di që ke menduar çdo lëvizje, por tani duhet të vendosësh. A do të marrësh rrezikun apo do të qëndrosh e sigurt?" Ai nxori një letër të fundit nga xhepi, më e madhe dhe më e rëndë se të tjerat. Kur ajo e mori, ndjeu një presion të pazakont, si të ishte një sfidë që mund të ndryshonte jetën e saj. Letra kishte vetëm një fjalë të shkurtër: "Vetëm kur beson te vetja, fiton atë që meriton." Kjo ishte prova e fundit, provokimi maksimal. Tensioni në restorant ishte i ndjeshëm. Klientët ndjenin diçka të veçantë, por nuk kuptonin se çfarë po ndodhte. Ajo u ndal për një moment, duke menduar për të gjithë rrugën që kishte kaluar për të mbërritur këtu. Çdo vendim, çdo refuzim dhe çdo hap i kujdesshëm kishte ndikuar drejt këtij momenti. Pjesa 3, seksioni 2, vendimi. Mafiozi e shikoi me vëmendje. Tani, vendimi është i thjeshtë. Beson te vetja apo ik. Parat janë aty, por vetëm një person mund t'i marrë. Kamarierja hapi gojën për të folur, por heshti. Në atë heshtje, ajo dëgjoi tingullin e zemrës së saj, një ritëm i qëndrueshëm, por me një forcë të brendshme që nuk e kishte ndjerë më parë. Ajo kuptoi se provokimi nuk ishte vetëm për paratë, por për të zbuluar forcën e saj të brendshme. Me një frymë të thellë, ajo mori letrën, e palosi dhe e vendosi mbi tavolinë pranë tij. "Po, unë besoj te vetja," tha ajo, me një zë të qetë, por të vendosur. Ai buzëqeshi, një buzëqeshje që nuk kishte nevojë për fjalë. Ai e dinte, ajo kishte kaluar testin e tij. Pjesa 3, seksioni 3, shpërblimi dhe liria. Ai u ngrit dhe e përqafoi lehtë me sy. "Ke bërë zgjedhjen e duhur. 100.000 euro janë të tua, por mbi të gjitha ke fituar diçka më të madhe, forcën tënde." Në këtë moment, kamarierja ndjeu një val lehtësie dhe triumfi. Ajo kishte kaluar një test që nuk kishte njohur më parë dhe kishte dalë e fuqishme. Para se ai të largohej, ajo e shikoi me një përzierje respekti dhe sfide. Kishte kuptuar se nuk ishte thjesht një lojë parash, por një mësim i madh për të vetmen gjë që nuk mund të blinte askush, vetbesimin. Ai u largua në heshtje, duke lënë pas shpërblimin dhe letrat që kishin ndezur tensionin e padukshëm në restoran. Kamarierja qëndroi për një moment, duke marrë frymë thellë, duke kuptuar se çdo provokim, çdo sfidë e kishte bërë më të fortë dhe më të zgjuar.